Vazhdojmë të akuzumet të ndodhe, jo të dhe më dëgju gjistarën, ta shërë mbrojësin, ati më shumë diska për pajtuash ma që shpa në ankes. Shprej shumë kushtimet për familjen e kreditorës vjen shumë kesh, ne kam pranu pajësin për arëmbajtje, ku fardjeni në kam pas pjetë, vjen shumë kesh. Dhe se di se dikush me pas dini kështë bëha kështas. Në breti, shpirtnesht, të thamë, jetë nuk kam diti shumë kam para, se që kam dosë në këti. Edhe propozëm, si pas, si kur që të kërë një fardek. S'kam shashtë. Ja të rejë në zëllë, po pësën dhe për një penat, në gjikatës atin, që është të penat të qatë të zhurë të dhode, shkak verës penatin për eksportit, përëzimit, transportimit, prodhimit, këmbimit, dërëcimit, ose shqitja autorizuar e ave apo materie plase, nga një 364 parëne të penat të sosë. Pas për metodën të përbunit i kolegji janë të tabasë të kolegji, në nëntimet të djatës në të tërharë kantar kolegji, në nëntimet të mëtëmoj, një prosir që shkara për kurse ka dhe jetë e bëshkana. Ka vrejke se për të përbunit i kolegji, jo, atër nësat në përpëja bejnë, sështë të ndodhej i akuzumit prezent po, avokat e Grantuqi edhe por e Grantume Leonard Adek, po, si edhe në bërët avokatit të lërëtën të syta. Dhe të personat kushë për mbajtën e kësaj seance, në të cilën pra të shqiptohen ankesat e parasit e kundër akgjikimit të gjykatës së shkallës së parë. Ta me futjem, janë e gjystarës së Pra gjykata themelore e Departamenti kërkimet rënda, të akuzojnë të ndedhe, e ka shpa dogaj, e ka shpa në pajtor, përvejtën penale, importi, eksporti, polizimi, transporti, prodhimi, kambimi, ndërmjësimi ose shqitja ka autorizuar në ande, apo materieve krase nga linjë 364 paragrafin 94 krase, të cilin dhe ka gjykuar me dënim e burgim në kohëgjate prej 5 vite dhe dënim e gjutë në shumë prej 5.000 euro, të cilin dënime do të ekzekutohen 15 ditë pasi që gjykimi në formën e krejtë. Nëse dënimi me gjutë nuk paguhet në mënyrë vullnetar, i akuzuari do të dënimi me gjutë do të shëndrojt në dënim e burgim, ashtu që gjykata dënimin e do të ekzekutohen duke i caktuar një ditë burgim për 20 euro gjutë. Konform dispozitave administrative në paragrafin 1, në dënimin e shqiptuar të familjes ku ndodha i ka llogaritur dhe kohën e kaluar në paraburgim nga data 9/12/2023 deri në 17/4/2024. Ka obliguar të akuzorin që në emër të paushallit gjyqësor të paguën shumë prej 50 euro, si dhe në emër të kompenzimit të viktimat të krimit shumë prej 50 euro, të cilat do t'i paguhen në afat prej 15 ditë pasi gjykimit të merr formën e prerë. Të dëmtuarit familja Lehman për realizimin e kërkesës pasurisë juridike nuk ka udhëzuar në kontest të rregullit juridikor civil, pasi që të njëjtit kanë hequr dorë nga kërkesa në raport me këtë të akuzuar. Gjatë rrjedhës së procedurës, do të thotë që në shqyrtimin fillestar të mbajtur me datën 31/1/2025, i akuzuari ka pranuar fajësim për veprim penale për të cilën është ngarkuar në akt akuz, andaj pranimin e fajësisë në akt vendimi ka pranuar gjykata themelore në Prishtinë, duke marrur mendimin si prokurorit, të mbrojtësit të akuzuarit, përfaqësuesit të palëve të dëmtuara, andaj kështu që edhe i ka shqiptuar, e ka shpallur fajtor dhe mbi bazën e pranimit të fajësisë dhe i ka shqiptuar dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit. Në rastin e shqiptimit të dënimit, gjykata ka pasur parasysh rrethana si lesuese ashtu edhe venduese, andaj si rrethana lesuese ka paraqitur pranimin e fajësisë gjatë fazave të gjitha fazat procedurës, pengesën, kërkimtarin familjes së dëmtuar, vetëm nuk ka kryer edhe pse nuk kishte qenë në dijeni se për çfarë do të përdore arma që të cilin edhe kishte shitur. Ndërsa si rrethana rënduese gjykata ka marrë për bazë rrezikshmërinë të saj, rrezikshmërinë e lartë së vepre shoqërore pra veprës penale. Kundër këtij gjykimi ankesë ka paraqitur mbrojtësit të akuzuarit Agron Kuqi për shkak të vendimit lidhur me lartësinë e dënimit dhe shkeljen e parimit të ligjshmërisë, duke i propozuar gjykatës së apilit që aktgjykimi kundërshtuar të prishet ose lënda të kthehet në rigjykim, apo të ndryshohet në favor të akuzuarit të ndodha dhe dënimi me gjob të zbutet si dhe dënimi me burgim të kushtëzuar. Duke përcaktuar edhe një mori në rastesh nga praktika gjyqësore lidhur me caktimin e llojit të rastisë së dënimit.
Prokuroria e Apelit në parashtesën e saj ka propozuar që të refuzohet ankesa e mbrojtjes të akuzuarit Tom Doga, Arafati Atrankuçit, kështu që aktgjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë të vërtetohet. Kjo është pika shkurtë. Falënderit. Ishte proprio pika shkurtë paraqitja e parë të gjykimit gjykatës shkallës së parë bashkë me ankesën paraqitja e ankesës. Në nga Prokuroria e Apelit sa paskosh vazhdojnë fjalën e faktit pasuesja të zyrë falës së dëmtuar. Atëri faleminderit kolegji Apelit, në emër të familjes Ademaj, qëndrojmë pranë propozimit të Prokurorisë Apelit që ankesa të refuzohet, se e pabazuar, dhe të vërtetohet vendimi i gjykatës shkallës parë. Si pali dëmtuar, e njoftojmë këtë kolegj që familja Ademaj edhe në seancën që është mbajtur në shkallë të parë, e ka mirë pritur kërkim faljen e zotërit Dotaj. E njëjta është tërhequr nga çdo kërkesë pasurore apo kërkesë tjetër që do t'ja rëndonte pozitën e zotërit Dotaj. E kështu edhe gjykata pas matjes së lartësisë së dënimit ka sjellë vendimin se ai i reflektuar në vendimin e shkallës parë. Por këtë kolegj të Apelit e njoftojnë që pas seancës, familja Ademaj ka hapur dyert për zotrin Dodaj për vizitë e ngushëllime, por që për informacionet të panjohura për familjen Ademaj, zotri Dodaj deri më sot nuk është paraqitur te familja Ademaj për ngushëllime apo kësaj propozojmë që të vërtetohet dënimi i shkallës parë dhe qëndrojmë për të njëjtat pretendime si në shkallë. Ju falenderoj. Vazhdojmë të akuzuar, falë me dëmtumin, janë dëgjuar të pasues në dëgjuar, fillon dëgjuar regjistrore para se të bëjë gjykimin. Pajtohen plotësisht. Pajtohen sërish. Tjetër është muskic. Falënderit. Vazhdojmë në mbrojtjen e akuzuarit. Viktimës një bazatarë, mbrojtja qëndron pranë gjitha bazave të ankimit cilën e ka bërë pranë kolegjit. Për shkak të vendimit mbi lartësinë e venimit dhe shkeljes së parametrikshmërisë, ashtu që mbrojtja plotëson që ky gjykim është përfshirë në shkelje ligjore sa i përket vlerësimit të rrethanave vlerësuese në rastin e caktimit të lartësisë së venimit. Gjykata është ndalur në kuadër të matjes ligjore, duke lëshuar rëndësinë e matjes gjyqësore të venimit, pasi që në një mënyrë ka relativizuar rrethanat vlerësuese, edhe pse vërtilla kanë qenë gjatë gjithë procedurave penale dhe i kanë libeshtuar ato rënduese nëse kanë ekzistuar. Për rrjedhoj, gjykata ka gjetë si rrethan lehtësuese pranimin e fajësisë dhe pendesën dhe kërkim faljen e pandehurit ndaj familjes së dëmtuar. Ndërkaq si rrethan rënduese, gjykata ka marrë përballë rrezikshmërinë shoqërore, vepër penale e cila është proporcion me peshën e veprës penale, rrezikshmërinë shoqërore dhe karakteristika personale të dënuarit. Për rrjedhën, mbrojtja konsideron se vepra penale është kryer pa një qëllim, dashje ose keqdashje ndaj shoqërisë apo individit të caktuar, por që rrjedhoi një pakujdesie dhe padjenisë të pandehurit Tom Dodaj dhe mungesës së ndërgjegjësimit për pasojat që mund të sjellte. Edhe propozon avokat. Ashtu që tash Propozon. Po duke konsideruar i ndryuar gjyqtar se një dënim i tillë nuk është konform dënimeve të drejtanishme në gjyqësurin e Kosovës për vepra të njëjta të ngjashme, rrethana të njëjta të ngjashme. Konsiderojnë se këtu është shkelur dhe parimi
i ligjshmërisë, sepse rastet e tjera është një përjashtim i panevojshëm, apo unë mund të them se është një precedent, andaj mbi bazën e këtyre ratana, gjykata nuk i ka adresu mirë objektive, po ka bërë qatë shqiptim dënimit, nuk e ka individualizu, nuk e ka matë dënimit, sa për këtë këtyre ratana, dhe në kuptim krejt konform këtyre ratanave e mbrojtja ka apelu në gjykatën e apelit që bazë këtyre ratana, që për çdo rast ky vendim të ndryshohet, apo të prishet dhe të rikthehet në gjykim, apo që të pandehuri, këtë rast të ndodhej, i shqiptohet një dënim i kurzuar me gjuhë, i cili dënim do të arrinte qëllimin dhe efektin e dënimit të përcaktuar me ligj. Faleminderit.